Me pranin tuaj në shkollë na mësuat se leadershipi vërtet fillon me dëgjimin dhe pranin e vendit kur rritet e ardhmja. Ky ishte mesazhi mirëseardhjes që shoqëroi këtë të njëjtë vizitën e kryetarit të Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha në shkollën 9-vjeçare Musa Çakëri. Ishte një ftesë nga vetë nxënësit e kësaj shkolle gjatë aktiviteteve në festivalin e luleve që u bë realitet këtë të njëjtë nga kryebashkiaku. Në këtë vizitë Dredha shoqëroi edhe nga drejtuesi i arsimit në Vlorë Gentiola Shehu. Faleminderit për ftesën. Çfarë ore keni sot? Çfarë ore keni sot? Gjua. Super. Ka kryetar në muajin maj kanë zhvilluar provimin e Vanafit. Pra, të gjitha ato njohurit kanë marrë nga klasa e parë deri në klasën e 5, dhanë një testim shumë të bukur në 3 lëndë kryesore, gjuhë shqipe, matematikë dhe diturinë atyre. Dhe kanë dalë me rezultate të shkëlqyera. I kemi nxënës shumë të mirë. Po. Kryebashkiaku Ermal Dredha gjatë një bashkëbisedimi me nxënësit i pyeti ata se çfarë mund të bëjë bashkia për të përmirësuar kushtet në këtë shkollë, ndërsa premtoi se ky institucion arsimor do të ketë vëmendje dhe investime. Qa keni në i merak që ta di dhe unë që mund të rregullojmë më shumë dhe shkolla? Qa do të bëjmë në gjë më të mirë? Banjë. Tualet. I kemi ato më i kemi parashikuar që do i bëjmë. Po tjetër? Po palestër ka? Duhet për palestër. Se shkolla e loqke. Po. Po. Premtim. Këtë do të bëjmë. Kaq? Pastaj kur të bëjmë një konstruksionet e shkollave, të bëjmë edhe me kondicionime të gjitha. Se 3 shkolla e kemi vendosur në projekt, do t'i bëjmë, edhe pastaj shkollën tuaj. Mbarojmë ato 3 shkollat që kemi projektuar, pastaj do të bëjmë këtë nga e para. E thënë, kjo nuk ka nevojë të rrezohet, por do të konstruojmë, do ta bëjmë një konstruksion nga ambientet e brendshme. Vendosim edhe aer kondicionuar. Dakor? Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha vizitoi edhe një tjetër klasë në shkollën Musa Çakëri. Çfarë do kemi sot? Matematikë. Edhe u mami që era pas në kurse matematike. Dini? Mami vani. Çu ka qenë? Zysha si e? Mirë. Mirë. Faleminderit që erdhët. Kënaqësi shumë. Faleminderit juve për ftesën. Shumë faleminderit. Si ndjeni pas provimit që do atë Vanafit? Si ndjeni? Mirë. Si ishte testi? A dhe të ato rezultate që mësuse moza juve ishte dhënë si objektiv? Dredha u premtoi edhe këtyre nxënësve investime, sidomos në hapësirat sportive. Në momenti që do bëjmë rekonstruksion të shkollës, do bëjmë ndërhyrje të brendshme, sidomos për kondicionim qendror e tjera, do shikojmë edhe mos krijojmë hapësira sportive këtu. Nuk e di sa hapësirë ka, se nuk është se keni shumë hapësirë. Po të paktën këtë që keni këtu ta rregullojmë, ta bëjmë tamam. Për mësueset, prania e kryetarit të Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha mes këtyre nxënësve do të thotë shumë për të ardhmen e tyre nesër. Për faktin që prania juaj është ka një feedback shumë të madh dhe shumë pozitiv tek ta nxënës për atë çka ata do jenë të ardhmen, sepse juve sot u mësuat këtyre të jenë dhe të dëgjojnë nesër kur të jenë bashkiakët e ardhshëm, se tek ta është e ardhmja. Shumë faleminderit e vlerësojmë shumë. Një vizitë kjo rutinë e kryetarit të Bashkisë Ermal Dredha në shkollën Musa Çakëri. Vetë kreu i bashkisë thotë se priti me shumë kënaqësi këtë ftesë, ndërsa flet edhe për disa investime që pritet të realizohen nga vetë bashkia në fasadën dhe tualetet e shkollës Musa Çakëri, por premton edhe një ambient sportiv dinjitoz. Pak një vizitë kështu rutinë, edhe me kërkesë të fëmijëve, në fakt kur patëm këto festimet në kuadër të 1 qershorit, ju e dini që ishte një javë mbushur plot me aktivitete. Disa nga fëmijët këtu kishin dëshirë që të bënim një vizitë surprizë për gjatë orës mësimit. Jam shumë i kënaqur. Në fakt ne për shkollën Musa Çakëri kemi bërë një ndërhyrje para pak kohësh, që rregulluam gjithë pjesën e izolimit të terracës, e cila ishte problematike. Ndërkohë siç e shikoni ka edhe nevojë për ndërhyrje në fasadën e jashtme për lyeri që do ta planifikojmë me investimet që do të kemi shumë shpejt. Dhe patjetër tualetet e shkollës janë një tjetër problematik. Këto janë disa, po themi, makjazhe që i bën këtij institucioni, normal që ka nevojë për më shumë, dhe ne po shikojmë pastaj se si mundet të integrojmë edhe një ndërhyrje sa i përket pjesës së një ambienti sportiv siç duhet për fëmijët, sepse realisht e meritojnë dhe i duhet. Edhe këtë do bëjmë ne si bashki. Megjithatë kënaqësi e madhe takoj të jem me fëmijët sepse janë veç se mirësi, asgjë më shumë.
nuk munguan as surprizat për kryebashkiakun Ermal Dreda, që në dalje të shkollës pas përfundimit të kësaj vizite, një nxënëse i dhuroi një pikturë. Shumë faleminderit. Një perëndim dielli. Lumshin duar.